Me që të ndëruar, ju përshëndes, shpresoj që jeni mirë të gjithë. Dua të marrë disa momente që të flasë për një gjë që më desë shumë e rëndësishme, shumë e nevojshme për ta ndëgjuar. Mirë, po para se të flasë për këtë gjë, duhet t'ju kërkoj që të mos nguteni. E di që ajo që do të them në vazhdim është diçka që ndoshta mund të ofendoj shumë me qëtan musliman, por para se të ofendoheni, para se të nguteni për të më gjykuar apo për të nervozuar, thjesht ajo që dua është që të mendoni, sinqerisht të mendoni thellë, se a është e vërtet ajo që po them, dhe çka ju mendoni sinqerisht thellë në zemrat tuaja për këtë gjë që do të them. Kështu që ju lutem veç keni pak durim, dëgjoni me vëmendje edhe merrni përfundimin tuaj, merrni vendimin tuaj se çka mendoni për këtë gjëra. Por ajo që dua të flas është se ne dim se Islami na mëson se profeti Muhammed është shembulli më i mirë për muslimanët, që ata duhet ta ndjekin, edhe në fakt ata na thonë që profeti Muhammed është shembulli më i mirë për njerëzimin, që njerëzit duhet ta ndjekin. Edhe kjo po mendoja për këtë gjë, edhe ajo që dua të them është se edhe pse muslimanët na thonë këtë, edhe pse muslimanët na thonë që Muhamedi është shembull i mirë, shembulli më i mirë për njerëzimin, që njerëzit duhet ta ndjekin, unë vërtet jam i bindur, pa asnjë dyshim, jam plotësisht i bindur se gjithë muslimanët shqiptarë, nuk e di për muslimanët në për vendet e tjera, por unë jam shumë i bindur se gjithë muslimanët shqiptarë janë shembuj shumë më të mirë për njerëzimin se sa Muhamedi. Çdo musliman shqiptar që unë e njoh është një shembull shumë i mirë se sa Muhamedi për njerëzimin. Unë më parë do i ndjeqja ata se sa ajo që ne dim për Muhamedit dhe çka i bëri. Edhe ajo që dua të bëj këtu është që t'i jap 4 arsye se pse unë jam i bindur se çdo musliman shqiptar është një shembull më i mirë që ne ta ndjekim se sa profeti Muhammed. Arsyeja e parë është martesa e profetit Muhammed me 12 gra. Unë nuk njoh asnjë musliman shqiptar që mendon se kjo është diçka e mirë, kjo është diçka e moralshme, kjo është diçka që njerëzit duhet ta ndjekin. Kështu që çka mendoni ju? Bëni vetes këtë pyetje. A është kjo diçka e mirë? A është ky një shembull i mirë? Nëse ju e njihni një person që e ka bërë këtë, që është martuar me 12 gra, shumica prej tyre në të njëjtën kohë, çka mendoni, është ky një shembull i mirë për fëmijët e tuaj? A mund t'i thuash birit tënd se ja, ky është një shembull i mirë, ky është çka ne duhet ta ndjekim? Muhamedi e bëri këtë, por unë besoj se asnjë musliman shqiptar nuk mendon se kjo është një gjë e mirë, kjo është një gjë e moralshme, kjo është një gjë që një shembull që njerëzit duhet ta ndjekin. Kështu që kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është që Muhamedi u martua me çikën e hallës vet, edhe ai e lejoi që këto martesa të ndodhin edhe me njerëz të tjerë. Çka mendoni ju? A është ky një shembull i mirë? A mendoni ju se nëse një person thotë se ne jemi të lejuar që të martohemi me çikat e hallave tona, me çikën e migjës tonë, me çikën e axhës tonë, tezëve tona, me çikët e tezëve tona, mendoni ju se kjo është një gjë e mirë? Mendoni ju se ky është një shembull i mirë që ne ta ndjekim? A e njihni ju ndonjë person që e lejon këtë gjë, apo që e bëri këtë gjë? Edhe nëse po, a mbani këtë person si një standard të mirë që ne duhet ta imitojmë, apo duhet ta ndjekim? Thjesht bëni vetes këtë pyetje edhe mendoni se çka vërtet do të thotë kjo? A është kjo një shembull i mirë që ne ta ndjekim? Pra martesa me kushërirat,
kushërinë tonë. Së treti, Muhamedi u martua me nusën e djalit e tij të adoptuar. Veç imagjinoni këtë. Profeti ashtu quajtur, profeti Muhammed u martua me nusën e djalit të tij. Prap do bëjt njëjtën pyetje. Çka mendoni ju? Nëse një person që ju e njihni, e bën këtë gjë, mendoni ju se kjo është diçka e mirë? Mendoni ju se kjo është diçka e moralshme? Mendoni ju se ai person duhet ngritur si një shembull para njerëzimit që të gjithë ta ndjekin atë? Sinqerisht nuk mendoj se ndonjë musliman shqiptar mendon se kjo është diçka e mirë, ky është një shembull i mirë. Çka mendoni ju? A është e mirë që të martohemi me nusën e djalit tonë mbasi ata divorcohen? Mbani mend këtë. Së fundit, ndoshta më e rëndësishmja, ne i dim se Muhamedi lidhi kuror me një vajzë 6 vjeçare dhe e konsumoi martesën, bëri marrëdhënie seksuale kur ajo ishte vetëm 9 vjeçe. Edhe njëherë bënja vetës pyetjen, a është kjo një gjë e moralshme? A është ky një shembull i mirë që njerëzit duhet të ndjekin? Nëse ju dëgjoni mirë, nëse ju e njihni një person që e ka bërë këtë gjë, që martohet me një vajzë që është 6 vjeçare, lidh kuror me të, dhe pastaj konsumon martesën kur ajo është vetëm një fëmijë 9 vjeçar, mendoni ju se ky është një shembull i mirë? Mendoni ju se kjo është një gjë moralshme? A duhet të jetë ky person shembull për njerëzimin që njerëzit t'i ndjekin hapat e këtij personi? Thjesht ndaluni dhe thellë në zemrat tuaja mendoni për gjë. Lërni pak anash ndjenjat fetare. Edhe shiqoni se çka vërtet është e moralshme. Muhamedi e bëri këtë. Muhamedi i bëri këtë gjëra. I lejoi, i afirmoi, edhe në fakt as nuk i quan mëkat, por i quan diçka që Perëndia i lejon dhe që nderojnë për një. Kështu që vërtet ndaluni, mendoni edhe thjesht më shkruani në komente se çka mendoni ju për këto gjëra. Si do t'i drejtonit ju këta persona që i bëjnë këto gjëra? A do t'i bënit ju si shembull, a do t'i konsideronit ju ata si një shembull i mirë që krejt njerëzimi t'i ndjek dhe t'i imitoj këta njerëz? Kjo është çka Islami na mëson. Unë nuk njeh asnjë musliman shqiptar, gjithë muslimanët që unë njeh, kur nuk do të pajtoheshin që t'i bënin këto gjëra apo t'i konsideronin këto gjëra si diçka të moralshme. Nëse një person i bën këto gjëra, unë jam i bindur që muslimanët shqiptar do thonë jo, kjo nuk është në rregull. Mirë, po për disa arsye, për nga verbërimi fetar, njerëzit mendojnë se Muhamedi duhet jetë shembull për ne, edhe pse ai i bëri gjitha këto gjëra. Tash unë di, unë jam i krishterë dhe njerëzit do të më thonë, o Bibla, ka njerëz në Bibël që kanë pas shumë gra, Davidi, Solomoni, 700 gra. Po, është e vërtet, edhe Bibla i quhen ato mëkat. Edhe Bibla nuk më thotë që Solomoni është shembulli që njerëzit duhet ta ndjekin. Bibla nuk më thotë që Davidi është shembulli që njerëzit duhet ta ndjekin, apo Abrahami, apo Mojsiu, apo asnjë nga këta. Këta gjithë ishin profet, njerëz që Perëndia i përdori, por Bibla na bën shumë të qartë që këta njerëz ishin mëkatar. Dhe këta njerëz bën gjëra të mëkatshme. Dhe Bibla nuk na thotë që këta janë shembulli ynë që ne si të krishterë duhet ta ndjekim është Krishti. Krishti është shembulli ynë. Edhe ai ishte i përsosur dhe i pa mëkat. Kështu që nuk mund ta bëjmë këtë krahasim. Kështu që miq të nderuar, thjesht mendoni edhe më lejoni më shkruani dhe më tregoni se çka vërtet ju mendoni për këtë gjëra. A janë këto gjëra diçka që
ne duhet t'i ngrisim lart si gjërat moralshme, ta ndjekim, ta imitojmë një person që i ka praktikuar këtë gjëra. Ju falemnderit edhe një herë dhe Zoti ju bekoft. Kalofshi mirë.